vendi 12 në botë për sa i përket shtrenjësisë së çmimit naftës për litër nga 169 vende që janë krahasuar nëpër sajtet ndërkombëtare. Vendet si Shqipëria, naftëmbajtëse, i kanë çmimin e naftës nga 0 deri 50 cent, ndërkohë që në Shqipëri shkon pa frikë tashmë $2.5 çmimi i litrit naftës. Ajo që është shqetësuese në rastin tonë nuk janë vetëm taksat e larta, por është njëkohësisht edhe kostoja e lartë me të cilën shitet nafta. Do të thotë çmimi neto i naftës që tregon kapjen e tregut nga një grusht oligarkësh. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, kostoja e naftës ose çmimi neto i naftës në Shqipëri arrin të jetë deri 40% më i lartë, kjo pa marrë ende në konsiderat taksat. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që ne kemi një shtet totalisht korruptuar dhe të kapur nga oligarkët e naftës Shefqet Kastrati, dhe kjo bën që nafta jonë edhe në kosto, edhe në çmim të jetë shumë herë më e lartë se në vendet e rajonit dhe nga më të lartat në botë. Ne jemi një vend naftëmbajtës dhe kemi të gjitha potencialet që jo vetëm të marrim kontroll prodhimin e naftës në vendin tonë, por edhe të ndërtojmë uzinë të përpunimit naftës në mënyrë që nafta në Shqipëri të jetë e lirë dhe përballueshme për qytetarët dhe për ekonominë.